E di se zhvillimet nuk janë më të mira të mundshme në për orat për shkak të motit, po i posh edhe në media. S'po duket mirë, po shpresoj që edhe pak e dhëmshme ata njerëz me punu as shumë për një herë për 10 minuta dhe ke 20 minuta ne ka shkatu krejt puna, krejt vitit aja është dhëmshme, po shpresoj që shteti, ministria mrimi u dol krah sot mënët. Faleminderit shumë për shprehjen e gatishmërisë, edhe ne në Universitet Prishtinës kemi filluar me bërë marrëveshje me ministritë ndryshme për fusha ndryshme me idenë që ne kemi institute edhe qendra kërkimore e që mujnë me ofru shërbime për institucione publike at nivelet qendror, at nivelet lokal. Ne kemi arrit marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë Mbrojtjes, me Ministrinë Planifikimit Hapësiror, atë mjedisit, këtë për komunikim, për transport që është, edhe jam shumë i lumtur që na pe arrime marrëveshjen me Ministrinë Bujqësisë. Me Ministrinë Bujqësisë ne kemi interes të jashtëzakonshëm që kur e këshe planin kombëtar të shkencës, kur e sheh strategjitë zhvillimore të këtij vendit, ato del qartë se ky vend i ka dy mundësi më të mira për me mujt me u zhvillu, që është bujqësia edhe teknologjia e informimit, që tu dolin si prioritete. Prej ditës të parë, si rektor tetor 2024-ës, kemi provu me but pa mundurën me zhvillu e me stabilizu gjendje në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës, i cilin nuk ka qenë gjendjen më të mirë të mundshme për shkak të problemet stresuara, edhe pronësore, edhe me ndërtime, edhe me disa tela tensionit lartë, edhe deri tek rrezikimi i akreditimit që mëmës me pas me na mbyll Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës për shkak mungesës të objektit. Fal mbështetjes edhe të fillu prej zyres kryeministrit. Kryeministri personalisht që ka shkruar letër mbështetëse që kosti me na i largu telat e tensionit lartë që kanë qenë shumë afër ndërtesës, e deri tek bashkëpunimi me gjitha institucionet, jena në rrugën më të mirë që vërtet me normalizu themi dhe me hap dritarin e zhvillimit të vrullshëm të Fakultetit Bujqësisë dhe Veterinës. E këtu tash neve na vyn fort që na jem partner. Edhe na si universitet, po edhe jo si ministri nuk veprojmë të izoluar, veprojmë një farë ekosistemi, edhe në këtë rast ne duhet m'ia dhënë dorën një krahun njëri tjetrit edhe me këshyr se sa me mujt me zhvillu sa ma shumë edhe në këtë rast specifik sektorin e bujqësisë. Që ka qenë kjo ona e ndritur, po i kemi edhe dë kërkesa që janë specifike që kem shumë letra na, nuk do t'ju ngarkojmë juve, po ju e keni caktu një person kontaktuese dhe në kodër që soj marrëveshjes të bashkëpunimit, me mua profesor, mas pare se në aje për kafe. Espresso amerikano. Unë viso piva këtu. Edhe kem disa jo si Ministri e Bujqësisë, atje keni po mduket, e keni kërku do masat përkohshme se prun ato ofër edhe do pompat benzinës e keni liru ato, e poshën se dhe ke thira dojën shkova të doja, e unë shpresoj se njëjta me do në lojme më bu kështu se e thira dove jenë shkova të doja, soj përket edhe që ty në prunat të cenuara të Universitetit Prishtinës e që jenë në kampusin, se na e kem kampuse, këtë kampusin e Fakultetit Bujqësisë. Unë falenderoj edhe publikisht profesorin Përpare Mameti, cili është në Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, të Gjeodet, po është edhe profesionist i fushës që na ndihmon neve kudo që kemi nevojë në universitet, soj përket që ty në çështje të pronave të cenuara të universitetit, e profa tash na ka dhënë se na që të e porosisi ministrin,
Unë besoj nuk dyshej se ministre ka vullnetin e mirë me na mbështet, me na caktu njerëz se çka mujna na me bu me bashkërendu dhe me koordinu veprimet UP-ja me Ministrinë e Bujqësisë. Faleminderit rektor, unë duke njohur profilin e ministrit, kemi pyetje shumë nga ju. Edhe kemi disa çështje që ne teknikisht i diskutojmë në grupet punëse masanej, po e falenderojmë ministrinë që ka reaguar në aspektin ligjor, i ka blokuar këto prona para të tërsimit. Mirë, po disa nuk janë prona tuaja, po janë prona tona. Po ne duhet me diskutu së bashku me avokaturën shtetërore, edhe me sqaru përndësim. Po edhe mos marrim kohë më tepër sot, shpresoj që çto e kemi urgjente. Këta duhet me fillu shumë shpejt, po sa nëse ju shkonin po shumë mirë, po nëse ktheheni sa më shpejt e më shpejt se kemi në procedurë ligjore. Që shpuna ministre. Rektor, faleminderit shumë. Pranoj konsideratat më të larta për anës tonë, edhe në nivel institucional, po edhe në nivel personal. Edhe unë profesor dhe juve ju falenderoj për përkushtimin që keni pas prej ditës parë për këtë kornizë të veprimit tonë ndërinstitucional. Mendoj që është një hap i parë shumë i rëndësishëm për dy institucione. Kjo institucionalizon pak edhe qasin mes dy institucionet të rëndësishme që i ka Kosova, sigurisht në pjedestal të saj është Universiteti i Prishtinës, me gjitha hallkat e vet. Sa i përket marrëveshjes, ne më njëherë do kërkojmë që të ulemi bashkë dhe të kemi një plan pune për jetësimin e kësaj marrëveshjes. Ajo çfarë ne supozojmë është Universiteti i Prishtinës kuadër të planit vet kërkimit shkencor, i cili sigurisht është i njësuar e i harmonizuar me planin kombëtar të kërkimit shkencor. Dhe marrë parasysh dhe nevojat që ka bujqësia në tërësi, po dhe Ministria e Bujqësisë me veçanti, është rëndësishme që këto të jenë në funksion komplementar me njëra tjetrën. Ajo çfarë po presim është në lidhje me çështjen e pronës. Është e vërtetë që ajo pjesë është liru, nuk është më e dajës, po aty ka qenë një hapësirë për Universitetin e Prishtinës me Institutin Bujqësor përpara, e kam projektu bujqësinë e Kosovës. Njerëzit aty e kanë marrë me qira me miell Kallamaç, edhe në shkuj e kanë marrë një pompë benzinës. Kam qenë, kjo çështje ka shkuar në gjykatë, gjykatën kushtetuese, 2 vite jemi ballafaqur me gjithçka. Presion në opinionin publik, po s'kemi shumë pa nga ajo që neve na ka mandatu populli i Kosovës, është me liru pronën publike. Ajo pronë publike është pastru, nuk e doja aty. Ajo është ky ka kthy shteti. Ajo do të jetë në përdorim të shtetit. Ne jemi të hapur për diskutuar gjithçka, ajo që është e rëndësishme aty janë 1.2 hektar tokë, është shumë pranë Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Bujqësisë, dhe është shumë pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Dhe aty në midis shkon një pompë benzinës, shkon një hapësirë kërkimore, ku i ofrohet profesorëve dhe studentëve me projektu të ardhmen e bujqësisë së Kosovës. Dhe tek e ardhmja, çfarë po presim ne nga kjo marrëveshje rektor? Fillimisht është institucionalizimi i pjesëmarrjes së profesorëve të Universitetit të Prishtinës, ekspertëve të kërkimit shkencor të aplikuar në hartimin e planeve tona, qoftë strategjive kombëtare, ashtu dhe planet tona individuale në kuadër të bujqësisë. E dyta, jemi në kërkim të themelimit të funksionit ose agjencisë ose shërbimit kombëtar të ekstenzion, shërbime këshillimore në bujqësi. Dhe ato, bazë të planeve tona dhe praktikat Bashkimit Evropian ndërtojnë me institucione kërkimore shkencore. Edhe ku ne parashkojmë që Universiteti i Prishtinës do të me luajë rolin këç. Për atë do të jetë një pikë e parë në kuadër të planit të veprimit. E dyta, rektor, është siguria ushqimore, qoftë për nga aspekti i bollokut, begatis, po ashtu edhe tek përmbajtja e ushqimit. Ne kërkojmë ekspertizën e fundit dhe këtu besojmë që Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës, po dhe Fakulteti i Mjekësisë mundën me dhënë një rol të rëndësishëm për të garantuar që interesat e konsumatorit po mbrohen. E treta, ne po kërkojmë që themelimin e qendrës të paralajmërimit të hershëm. Keni parasysh që për shkak të ndryshimeve klimatike kemi vështirësi. Dhe kërkojmë që Universiteti i Prishtinës dhe mbas se kjo mund të jetë iniciative përbashkët që të krijojmë një qendër të paralajmërimit të hershëm. Kjo në vetvete ngërthen disa qasje ose funksione, është qasje ndërdisiplinare. Pra kërkohet gjeografia, bujqësia, shkencat të dhënave, teknologjia informative dhe qasja në shërbime satelitore,
Kopernikus dhe Sentinel me na ndihmu neve që ne t'i paralajmërojmë bujqit ashtu si që kërkohet për menaxhimin e situatës. Në fund, lejo të theksoj edhe një çështje tjetër të rëndësishme. Ministria e Bujqësisë është e hapur, e gjitha pronat që i ka Ministria e Bujqësisë, ato do të jenë në funksion të shoqërisë. Dy gjenerata, dy shtresa shoqërore shumë të rëndësishme për neve janë studentët, të rinjët edhe gratë në bujqësi. Sigurisht ne presim nga Universiteti i Prishtinës na qaset me ide se si mund t'i adresojmë këto, por Ministria e Bujqësisë ka marrë në pronësi, në tërësi, rreth 230.000 hektar bujqësore dhe pyjore. Dhe sigurisht Universiteti i Prishtinës duhet ta jap pozicione vet në raport me këtë dhe ne jemi të gatshëm për dëgju se në çfarë forme mund t'i shërbej edhe zhvillimit të kërkimit shkencor, edhe në universitetet, edhe mbi të gjitha planet individuale, planet e katedrave, planet e universiteteve, po edhe planet e përgjithshme të shërbimit kombëtar dhe kërkimit shkencor të vendosen në funksion të Ministrisë së Bujqësisë dhe anasjetës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë minister, krejt po tingëllon shumë premtuese edhe jam shumë optimist që me këtë marrëveshje të bashkëpunimit edhe me ministrinë tuaj që e udhëheqni për momentin, po edhe me ministri tjera, në këtë rast ka fusha ku ne duhet të koordinohemi, bashkërendohemi dhe të ndërmarrim hapat në interes të publikës, në interes të sektorit të bujqësisë. Sa i përket çështjeve pronësore, është shumë e rëndësishme edhe një herë që prona publike të ngel pronë publike, mos të tjetërsohet. Pronat e Universitetit të Prishtinës ndër vite dekada kanë qenë të cenueshme dhe janë cenuar nga uzurpatorë të ndryshëm. Ne jemi duke punu që vërtet këto prona me u rikthy publikës. Në këtë rast kemi edhe të hapësirat atje, edhe këtu ku i përmend ku janë ndërtu pompat benzinët, po edhe tek në kufi me kampusin e Fakultetit Bujqësisë janë disa përreth autostradës, disa prona ato që janë pak a shumë taskujt, po janë prona qartë publike të uzurpuara në proces tentimit për tjetërsim. Edhe këtë duhet, po këtu gjitha do të sqarohen. Jam shumë optimist që ne nuk me ne po mendoj Universitetin e Prishtinës, po dhe në përgjithësi gjitha institucionet në vend, mos mjaftohemi vetëm me parandalimin e keqbërjes, po nga ne pritet që edhe të bëjmë mirë. E me bëjmë mirë është kur ne i avansojmë institutet kërkimore, garantojmë cilësinë e ushqimit që e konsumojmë për çdo ditë, e zhvillojmë prodhimtarinë bujqësore në këtë rast, edhe e krijojmë bazën që me lidhen zhvillimin ekonomik me kërkimin shkencor. Unë veç mund me thonë që vullneti është, dera e Universitetit Prishtinës është e hapur, nuk ka fare nevojë me trokit se është e hapur. Ju lutem, kërkoj që mos hezitoni gjitha kapacitetet që i kemi kërkimore, unë në këtë fushë të bujqësisë, po edhe teknologjisë të informimit, apo edhe shumë se problemet jenë komplekse dhe përgjigjet duhet të jenë shumë disiplinore, nuk mjafton vetëm një disiplinë. Na flasim sot për shembull për smart agriculture, që duhet pak a shumë me ndërlidh me zhvillimin e bujqësisë edhe me teknologjinë e informimit të tjera. Ne kemi profesor, kemi dije edhe jemi të gatshëm që me vëmë në shërbim edhe të Ministrisë të Bujqësisë edhe zhvillimit përgjithshëm të vendit. Marrëveshjen e kemi tash veç na pret me nënshkru edhe me jetësu, me mush me jetë. Kjo është thelbësore. Faleminderit shumë. Na priftë në bara. Shumë është rëndësi kjo ditë. Kjo më besoj që dhe mujna me tregu që shtë,
bashkëherësht. Faleminderit shumë, na mund na vetë më një herë me protokolluar dhe me avgon kopjen e